Ka thënë Edi Rama në fushatën zgjedhore të fundit ku përmend pensionin mesatar dhe thotë që kur e morëm në detyrën, thotë pensioni mesatar ishte 86 euro. Ndërkohë që në 2024 u bë 175 euro. E kupton? Pra ky mburret me 175 euro pension mesatar. Dhe po ta marrësh konsiderat nga 2013 në 2024, që janë 11 vjet që ky njeri është në pushtet, pensioni nga 86 euro 175 euro do thotë që vit pas viti Edi Rama e ka rritur pension me 8 euro në vit. 8 euro në vit. E kupton? Dhe po ta bësh llogarin muaj për muaj, e ka rritur pensionin me 67 lek të reja në muaj. Me 67 lek të reja nuk blen dot një buk sot. Është e pamundur në Tiranë të blesh një buk në muaj. Ky muaj për muaj e ka rritur pensionin me 67 lek të reja, e kupton? Dhe ky krenohet me këtë gjë më burr. Mburret del dhe e thot këtë gjë me mburrje, e kupton?